Qeveria e Kosovës ka marrë vendim mbi propozimin e Ministrisë së Mbrojtjes për dërgimin e trupave të Forcës së Sigurisë së Kosovës në Gaza. Sipas legjislacionit, vendimi i ekzekutivit kalon më pas tek ligjvënësit për shqyrtim dhe votim, ndërsa në fund kërkohet edhe miratimi i presidentit të vendit. Kryeministri Albin Kurti deklaroi se Kosova është e gatshme të ndihmojë popullin e Gazës, duke kujtuar përvojën e vendit nga prezenca e forcave ndërkombëtare që nga viti 1999. Ministri i Mbrojtjes Eyup Maqedonci shtoi se ky angazhim forcon profilin ndërkombëtar të Kosovës dhe afirmon profesionalizmin e FSK-s. Vendimi u miratua unanimisht, pa vota kundër dhe pa abstenime. Dërgimi i trupave do të bëhet në kuadër të forcës ndërkombëtare stabilizuese, pjesë e nismës së Bordit të Paqes, të propozuar nga presidenti amerikan Donald Trump për sigurimin e paqes ndërkombëtare. Kosova renditet mes 5 shteteve të para që kanë konfirmuar pjesëmarrjen së bashku me Indonezinë, Marokun, Kazakistanin dhe Shqipërinë. Qëllimi është ofrimi i sigurisë dhe mbikëqyrja e armëpushimit në ripin e Gazës, megjithse ende nuk ka datë të saktë për dislokimin apo numrin e trupave. Ministri Maqedonci bëri të ditur se fillimisht planifikohet dërgimi i mbi 20 ushtarëve të specializuar, duke përfshirë njësitë për deminim dhe mjete të pashpërthyera, operacione speciale, planifikim dhe ekipe mjekësore. Vendimi i qeverisë pason pas funksionalizimit të kuvendit dhe përveç autorizimit për dërgimin e trupave, kuvendi duhet të miratojë edhe marrëveshjen për anëtarësimin e Kosovës në FNS. Presidenti Vjosa Osmani, një nga themeluesit e Bordit të Paqes, ka mbështetur publikisht këtë nismë.